Kur vjen puna për të vlerësuar një vend, sidomos në rastin e Shqipërisë, që pret të antarësohet në Bashkimin Evropian, ekonomia dhe demokracia janë dy indikatorët kryesor që vlerësohen sipas monitoruesve ndërkombëtar për të parë përparimin e vendit drejt këtij rrugtimi sa sfidues, por aq edhe të rëndësishëm për përparimin e gjithanshëm ekonomik, politik dhe social. Do të flasim sot për ekonominë shqiptare, e cila shpesh herë vendoset në qendër të vlerësimeve të institucioneve ndërkombëtare dhe gjatë viteve të fundit ka ruajtur një trend rritës dhe ka marrë standarde të vlerësimit të mirë, por sfida kryesore mbetet nëse ekonomia është e qëndrueshme dhe nëse siguron rritje ekonomike duke filluar nga familjet që kanë më shumë nevojë, tek shtresat e marginalizuara e kështu me radhë dhe të jetë në gjendje të përballojë konkurrencën e madhe që vjen nga tregjet më të mëdha dhe nga vetë vendet e rajonit. Do të flasim pikërisht për këtë çështje me studiuesin e ekonomisë zonjën Teuta Nunaj. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët sot në programin Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes, falenderoj për ftesën. Kur flitet për Shqipërinë, gjithmonë raportet ndërkombëtare, sidomos Standard & Poor's të paktën apo Fondi Monetar Ndërkombëtar apo Banka Botërore japin vlerësime her pas here pozitive, të paktën ky ka qenë trendi gjatë viteve të fundit. Dhe ashtu siç thash, duhet ta kuptojmë pak çfarë do të thotë një ekonomi e mirë dhe e qëndrueshme për Shqipërinë. Ekonomia e mirë dhe e qëndrueshme në aspektin e zhvillimit në nivelin makro, pra ekonomia në tërësi e një vendi, ka ndikim të drejtë për drejtë tek mënyra se si investitorët e huaj, por njëkohësisht dhe vendas, por më tepër dhe investitorët e huaj, si e shohin tregun, nëse është një treg që ata mund të mendojnë për të zhvilluar investimet e tyre, që në këtë rast në gjuhën e ekonomistë ne themi investime të huaj direkte, për të hapur vende të reja pune, për të zhvilluar biznese, për të realizuar bashkëpunime mes bizneses shqiptare, qoftë edhe përmes kompanive të përbashkëta, që njihen ndryshe si joint venture, por qoftë në këtë rast edhe për krijimin e kompanive të reja që hyjnë tek investimet e huaj direkte. Dhe kjo përbën atë që njihet dhe si klimë e biznesit, pra sa lehtësi ofron një vend për përkthyer investime. Shqipëria në këtë rast, sidomos që nga fillimet e viteve 90 ka pasur gjithmonë nevojën e investimeve të huaj direkte, sepse ka pasur gjithmonë nevojën e likuiditetit, dhe njëkohësisht një vend sa më i hapur të jetë dhe të ketë një klimë biznesi shumë pozitive ndaj biznesit, aq më shumë është një vend që tërhiqet për të realizuar bizneset të reja. Dhe kjo në këtë rast merr rëndësi, sidomos kur kemi të bëjmë me vende që kanë tregje të vogla, po tregje të vogla si Shqipëria, jo vetëm për numrin e banorëve, me gati 2,5 milionë ose 2,4 milion banor, por tregje edhe për fuqinë e tyre blerëse, sepse ne në këtë rast, kur bëjmë analizat, edhe vetë Bashkimi Evropian, kur bën analizën dhe ky termi Ballkani Perëndimor pikërisht ka dalë nga zyrat e Bashkimit Evropian për të 6 vendet kandidate, duke krijuar një zonë të re, edhe trajtohet gjithmonë si një treg unik, një treg me gati 18 milion banor, kur ndërkohë vetë një vend, siç është Hollanda, është gati një treg me 20 milion banor, por fuqia blerëse është shumë e ndryshme. Ne kemi edhe vende të tjera që janë shumë të vogla, por për shkak të fuqisë së blerëse dhe njëkohësisht të ardhurave të larta për frym, dhe këtu në këtë rast bëjmë atë krahasim ose bëjmë analizë mes të ardhurave për frym për individin dhe të ardhurave që është produkti i brendshëm bruto për ekonominë, pra mikroekonomia individuale, familjare dhe makroekonomia kombëtare. Dhe këto në këtë rast sa e përmirësojnë. Dhe në tilla raste gjithmonë ka shumë rëndësi që një treg të bëhet tërheqës për publikun, të bëhet tërheqës për investorin, në mënyrë që ky treg të rritet dhe të zhvillohet, sepse investori huaj nuk është se sjell vetëm paran, po ai në këtë rast sjell edhe teknikën, teknologjinë e zhvilluar, gjë që në rastin e Shqipërisë nuk është. Edhe absolutisht, dhe duke hapur vendin e re punës, do thotë që ai merr më shumë punonjës në punë, ky punonjës ka më shumë para, do thotë do kërkojë më pak mbështetje nga shteti, nga ana tjetër shteti do të derdhen taksa më shumë, sigurime më shumë, ekonomia do rritet, do ketë më shumë para qytetari për të blerë, që do thotë do rritet konsumi, dhe rritja e konsumit si edhe rritjen e biznesit, pasi në ekonomia janë gjithmonë të ndërlidhura faktorët njëri me tjetrën dhe ka këtë lloj ndërvarësie që çdo faktor që ndryshon sjell një efekt qoftë pozitiv ose negativ. Dhe unë kisha nevojë për këtë hyrjen tënde prezantuese për të kuptuar pak sistemin ekonomik të Shqipërisë, si vlerësohet dhe sa ndikon, dhe cilët janë faktorët që bëjnë ato të jetë qëndrueshme dhe në rritje të vazhdueshme, sepse një nga sektorët rezulton që ka patur më shumë rritje dhe ka kontribuar më shumë ka qenë sektori i ndërtimit. Ndaj do të kemi lidhje të drejtë për drejtë Rinaldo Pipirian, i cili do të na tregojë pak tani se si lëviz tregu i pasurisë së paluajtshme, çfarë ndikimi ka patur ai në rritjen ekonomike të vendit. Mirëmëngjes Rinaldo, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi të me ju. Si po ndikon tregu i pasurive të paluajtshme në rritjen ekonomike të vendit?
Është vendosur shpeshherë në raportet e fundit si një sektorët me investimin më të madh për rritjen e ekonomisë. Në fakt, sektori i ndërtimit nuk qëndron vetëm si sektor, por është në bashkëpunim të plot me sektorin e turizmit edhe me pjesën e strehimit, pra tregtia e pasurisë të paluajshme. Nëse marrim këto tre sektorë bashkë, për vitet e fundit kanë qenë 1/3 e GDP-s. Ndërtimi dhe real estate në përgjithësi sigurojnë gjysmën e normës së rritjes së produktit brendshëm bruto. Por kanë qenë, po themi, motorët, bashkë me turizmin kanë qenë motorët të cilët kanë udhëhequr rritjen ekonomisë shqiptare, patjetër që kanë shërbyer kryesisht sektorit të turizmit, por në të njëjtën kohë dhe një kërkesë për strehim e cila ka qenë akumuluar sidomos në 7 vitet midis 2008-ës edhe 2015-ës, por edhe pjesës tjetër të përballimit, po themi, të krijimit të një oferte e cila ka përballuar kërkesën që vjen nga Brexit e huaj, edhe një pjesë e diasporës shqiptare. E kuptoj. Megjithatë, rritja e sektorit të ndërtimit, madje qeveria shqiptare po kërkon tashmë nëpërmjet organeve të tatimeve edhe deklarimin e plotë dhe të rritur të pagës së punonjësve që janë në sektorin e ndërtimit. Rritja megjithatë ka sjellë një bum ndërtimesh, por mbase nuk e justifikon pak çmimin e lartë të banesave, duke patur parasysh mundësitë e blerësve? Ecin paralelisht këto të dyja? Janë dy komponentë ndryshme. E para patjetër që si çdo qeveri tjetër në çdo vend të zhvilluar të Europës, apo themi që është kandidat për qenë pjesë e Bashkimit Evropian, çdo qeveri do të luftonte informalitetin dhe besoj që është një angazhim i qeverisë jo vetëm në lidhje me sektorin e ndërtimit, por duhet të jetë edhe me sektorin e turizmit, por duhet të jetë edhe me gjithë pjesën tjetër të ekonomisë. Fatkeqësisht ekonomia shqiptare ka një natyrë e cila rreth 30-35% ka qenë informalitet dhe duhet luftuar në gjithë sektorët. Në të njëjtën kohë besoj që pjesa e çmimeve është e diktuar nga kërkesa që vjen në treg dhe nga mungesa e ofertës, për shkak se për 2 vitet e fundit të paktën, mund të flasim me siguri, për 2 vitet e fundit oferta ka qenë ngurtësuar për shkak të politikave fiskale që qeveria ka ndjekur, duke ngarkuar sektorin e ndërtimit dhe strehimit me takse dhe duke mos i dhënë prioritet pjesës së shtresës mesme duke zbutur nga tatimi mbi transaksionet pasurie paluajtëse. Sidomos në 2024 dhe 2025 me 2 lajmërime që do të bëjë rivlerësimi i shtyr në kohë, urojmë që në janarin, po themi muaj tjetër, në janarin 2026 të fillojë. Ndërkohë që kur flasim për pjesën e strehimit të qenë të përballueshëm apo jo, është një fenomen që po vuan në gjithë Europa, patjetër që ne në Shqipëri e ndjejmë për shkak të nivelit ton të dhuntarëve dhe prandaj për 2-3 vitet e fundit ne kemi sugjeruar shumë fort qeverisë që të ketë kujdes dhe të marrë hapa në bërjen sa më të përballueshëm strehimit, të marrë hapa duke ndihmuar shtresën mesme, të marrë hapa duke ulur barën, domos për banesën parsorë, për vlerësi për herë të parë, për çiftet e reja, pra për një sër kategori të qytetarëve në Shqipëri, të cilët duan të aksesojnë këtë treg dhe fatkeqësisht e kanë pasur të vështirë për ta aksesuar, sidomos në 2024-2025. Gjithë Europën, duke marrë parasysh edhe Amerikën, fatkeqësisht pjesa e, po themi, mosha mesatare vlezëve për të parë është duke u rritur shumë shpejt. Në Amerikë dhe në Europë arrin 40 vjeç, pra pjesa për të parë është 40 vjeçari. Është e vështirë, duke pasur parasysh edhe moshën mesatare që ne kemi në Shqipëri, edhe moshën mesatare të martesave që kemi, pra një shqiptar martohet në moshën 32-33 vjeç, ka është momenti që duhet të aksesojë, duhet të presë edhe 7-8 vite të tjera për të pasur banesën e vet. Kështu që është fiks 2026 dhe 2027, para se të futemi në Bashkimin Evropian, duhet të merremi seriozisht me strehimin për ta bërë të përballueshëm. Kjo është çështje që duhet trajtohet veçmas nga çështja e çmimit. Se çmimi do të ndikohet nga vlerësitë e huaj, nga procesi integrimi, ne do të kujdesemi që qytetarët tanë të mundësi strehuar. Kam një pyetje të fundit Renaldo dhe pastaj do të lë të lirë, do të jetë 2026 një vit që do të çlirojë pak energjitë vlerëse të qytetarëve për banesa apo tregu do të vazhdojë të ndikohet po nga këto faktorë që ti shpjegove, duke patur parasysh dhe interesin e madh të shtetasve dhe kombësitë huaj, të cilët duan të blejnë banesa në Shqipëri? 2026 do të jetë viti ku shqiptarët do të gjejnë më shumë alternativa për të blerë, si për të strehuar edhe për të investuar në shtëpinë e tyre të dyta apo në shtëpinë e pushimit për shkak të procesit të rivlerësimit. Është momenti që çdo shqiptar i cili don të tregtojë pasurdomos deri 2026, 2027, 2028 të mund ta rivlerësohet dhe të mund ta nxjerrë në treg. Në të njëjtën kohë është viti i dur për të investuar për ata të cilët duan të kenë banesën e tyre të parë. Për shkak të barës së taksave, do duhet kursemi midis 5.000 deri në 50.000 euro për çdo transaksion sidomos në shtëpinë e parë.
E kuptoj. Ronaldo, faleminderit shumë. Megjithatë çështja e rivlerësimit të pronave kërkon një diskutim më vete dhe shpresoj që do të jesh i ftuar sërish gjatë ditëve në vazhdim në programin Mirëmëngjes Shqipëri për të kuptuar pak më shumë detaje dhe informacione rreth çfarë teleshikuesit duhet të kenë kujdes kur të vi momenti i rivlerësimit të pronës. Të uroj një ditë të mbarë. Premtoj që do të jem në studio deri në fund të premtoj që do të jem në studio deri në fund 2025. Shumë mirë që të mund të ndihmojmë pak teleshikuesit të kuptojnë më shumë për 2026. Ronaldo, ditë të mbarë dhe faleminderit. Zonja Teuta, në këto sektorët e ndërtimit, siç ishte rasti konkret që ka pësuar një rritje të madhe dhe ka dhe sektorë të tjerë që kanë ndikuar në rritjen ekonomike të vendit, pyetja më e thjeshtë që mund të lindë natyrisht është a ka ndikuar këto drejt për drejt tek xhepat e qytetarëve? A janë sot familjet shqiptare më të mira ekonomikisht? Apo kemi ende disbalanca ekonomike? Mendoj se jo, pra nuk janë më mirë ekonomikisht, sepse nëse do jenë më mirë ekonomikisht, do thotë që ata do kenë të ardhurat më të larta. Të ardhurat më të larta vinë nga një punë më e kualifikuar, një punë e paguar më mirë, dhe nga ana tjetër që do kesh një kosto jetese të përballueshme, që do thotë çmimet e përballueshme. Nëse ne do marrim në analizë vetëm dy sektor, marrim rastin e sektorit të turizmit ose industrisë të turizmit ose të gjithë zhvillimit të turizmit në Shqipëri, do themi që sidomos në vitet e fundit që numri i fluksit të huajve ose të turistëve ose të individëve që kanë dashur dhe vinë për ta vizituar Shqipërinë, ka ndikuar drejt për drejt tek rritjet e kostos jetesës qytetarëve, sepse çmimet rriten. Por ai qytetari që vjen, qoftë i huaj, qoftë shqiptarë që vinë për të kaluar disa ditë pushime në Shqipëri, e përballojnë sepse kanë marrë në konsiderat që pushimet, ne të gjithë e dimë që për pushimet do shpenzojmë më shumë se në ditët e zakonshme. Sigurisht. Por ndërkohë që nëse çmimet ngrihen në një periudhë, ato qëndrojnë për gjatë gjithë kohës dhe kjo kosto kalon tek familjet. E dyta në këtë rast është pjesa e rritjes së çmimeve kryesisht të qërave për shkak të zhvillimit të një segmenti të ri, do ta quajmë në real estate, ku jepen qëra ditore. Dhe këtu ka një kosto më të lartë dhe ka shumë qytetarë që kanë banesat e tyre ose i kanë vlerë për investim, pra për të dhënë me qira, që e shikojnë si një zgjidhje shumë më të mirë për ta dhënë me një qira ditore, ke më pak punë për të bërë, pra për të shkuar qira dhënë si pagove energjinë, pagove ujin, pagove mirëmbajtjen e pallatit dhe gjithçka tjetër, ku ndërkohë për 3 ditë, 5 ditë merrja të shumën që është shumë e lartë, ndoshta është më lartë se shuma mujore dhe ke më pak andralla, më pak problematika. Dhe kjo në këtë rast ka bërë që qirat e qyteteve të rriten, sidomos Tirana dhe zonat bregdetare. Nga ana tjetër, fakti që në Shqipëri po bëhet një ndërlidhje me sektori turizmit dhe ndërtimit, që do thotë po përpiqet të mbështetet sektori turizmit dhe po bëhen ndërtime të reja në funksion të sektori turizmit, ka rritur dhe një kërkesë për blerjen e njësive banimi ose akomodues ose njësive të shërbimit në zonat bregdetare. Por duke qenë në këtë rast që ka dhe një kosto të lartë absolutisht, por nga ana tjetër kemi një rritje të kërkesës së të huajve. Ai huaj që ka një kosto jetese dhe një të ardhur më të lartë se në Shqipëri, nëse ai do blej një apartament, do ta blej më lirë në Shqipëri dhe nëse ne do krahasojmë çmimet gjithmonë për shumë në zonat bregdetare, pra në zonat elitare, çmimet në Shqipëri janë ende më të ulët në krahasim me rajone ose në vende bashkimit evropian dhe shikojnë shumë si një mundësi. Dhe ne mjaft të shohim dhe kemi një numër shumë të madh dhe investimet e huaj direkte që kalohet blerja e këtyre njësive, akomoduese, shërbimi ose banese nga të huajt në Shqipëri po vjen duke u rritur dhe kjo ka sjellë një konkurrencë së brendshme dhe në analizën time sektori i ndërtimit e ka humbur vëmendjen dhe target grupin ndaj shtresa e mesme, por e ka çuar pikërisht tek ata të huaj që blejnë njësi. Dhe kjo shtresa e mesme, se në shtresa e mesme kemi qytetarë që kanë një pagesë 800 ose 900 euro në muaj. Ose dhe pak më shumë, po të paktën deri tek 1000 euro në muaj mund të themi. Themi tek pagat mesatare në nivel kombëtar. Dhe në këtë rast ata qytetarë kanë shumë vështirë të blejnë një banesë. Dhe nëse do ta blejnë në zonat afër në qendër të Tiranës, absolutisht jo, se çmimet janë shumë të larta. Në zonat periferike dhe gjithmonë edhe më tepër, sa më shumë të urbanizuara të bëhen, do thotë më shumë rritet kosto e çmimit. Dhe ndaj gjykoj në këtë rast që ky sektor e ka larguar vëmendjen target grupi nuk është më shtresa e mesme, por janë qytetarët të cilët kanë të ardhurat të larta në Shqipëri, të pasur. Dhe njëkohësisht janë qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, që kërkojnë që investimet e tyre të bëjnë në vendin e tyre, ose përmes një banese që ata kur të kthehen ta kenë të tyren, dhe ka shumë qytetarë, shumë i kam nga takimet e përditshme, që janë nga Kosova, dhe në më thonë që ne duam të investojmë në vendin tonë, ose ka të qytetarë kosovarë të cilët duke bërë pushimet në Shqipëri ndër vite,
sidomos ata që janë një numër ose një familje e madhe, ata në këtë rast zgjedhin më mirë blejnë një banesë dhe kalojnë dhe përdorin për gjatë gjithë vitit. Thash, nuk është vetëm thjesht çështja e sektorit të ndërtimit, e rëndësishme është të kuptojmë cilat janë pengesat që ndalojnë rritjen ekonomike të një familje shqiptare, ndërsa ne përpiqemi të hyjmë në Bashkimin Evropian. Është mungesa nga që jemi treg i vogël dhe nuk konkurrojmë dot pa qenë bashkë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Kemi pengesa të tjera siç janë paraja informale, korrupsioni, mungesa e daljes në tregjet europiane. Cilat janë pengesat për atë ekonomisë shqiptare për të qenë në një rritje të qëndrueshme, që të sigurojë rritjen ekonomike të njësisë bazë që është familja? Patjetër, pra neve kemi një rritje të qëndrueshme ekonomike, por kemi në nivele të ulta, pra në 4% një rritje ekonomike vjetore, por që nuk përkthehet në një mirëqenie për qytetarët. Unë gjykoj në këtë rast se kjo vjen pikërisht nga të ardhurat e ulta të punës që sigurojnë. Të ardhurat e ulta janë të lidhura me produktivitetin dhe me llojin e kategorinë e punës. Neve që në fillim në viteve 90 jemi prezantuar si një ekonomi e krahut të lirë të punës dhe na kanë parë gjithmonë si një treg për kategori punësh pak të kualifikuara që nuk kuptohet dhe pak të paguara dhe prandaj kanë bizotruar dhe kalorzuar industria e fasonit në Shqipëri. Dhe kanë qenë gjithmonë me pagën minimale. Dhe në analizën time, nëse qeveritë nuk do të arrisin pagën minimale në mënyrë të vazhdueshme, rritja e pagave te punonësit do ishte gjithmonë edhe më e kufizuar. Dhe kjo është elementi bazë. E dyta, në këtë rast ne nuk kemi të ndërlidhur sektorin e arsimit me sektorin e ekonomisë, që nuk kuptohet. Pra neve nuk e kemi të përcaktuar një strategji 15, 20, 30 vjeçare që ku do ta çojmë zhvillimin e ekonomisë së vendit. Pra nuk zhvillohet ekonomia e vendit me strategji 5 vjeçare, që tani që unë po më vinë turistët, atëre po ndërtoj hotele, restorante, bare, vila, apartamente për të shetë, dhe resorte. Ajo është një para që është ngurtësuar, ti e shite, e more paran dhe këtu është investitori, pra kompania e ndërtimit që ka një qarkullim shumë të shpejt paras, në krahasim për shumë nëse do ndërton të një hotel, pa ndërton një hotel e ndërtojnë 400 njësi banimi. Sepse hoteli ta kthejnë investimin shumë më vonë, dërso bëhet. Ti prap kthehesh tek ndërtimi dhe tek sepse kjo vetë sektori... tek pjesa e ndërtimi, sektori bazë, por nëse flasim që pse kjo ekonomi nuk shkon, atëre, pra këto janë ndërlidhja e sektorit të arsimit me këtë, pra duke mos përcaktuar piketat kryesore, do thotë që ti nuk ke dek prioritare të arsimit. Unë gjithmonë kam se shembullin e Koreas së Jugut që në momentin kur ndodhi lufta mes dy Koreve 48-ën, ata vendosën të zhvillojnë ose të industrializojnë vendin e tyre. Dhe këta ata ndërlidhen me cilën sektor, pra ti nuk mund të industrializosh vendin në të gjithë sektorët. Sigurisht. Sepse nuk ke një treg, absolutisht, nuk ke një treg kaq shumë i madh. Në këtë rast ato zgjodhën tregun e automobilave, tregun e pajisjeve elektronike shtëpiake. Çfarë bën? Ndërtuan ndërmarrje të mëdha. Atëherë çfarë bën? Mbështetën arsimin tek pjesa e zhvillimit të përgatitjes së inxhinierëve të arshëm. Pra, në këtë rast në Shqipëri neve çfarë do përgatisim? Cila është dega kryesore e arsimit që do mbështesë këtë ekonominë dhe të përgatisë individ? Elementi tretë në këtë rast që është i rëndësishëm që ndikon tek pjesa e ekonomisë është dhe fakti se neve një degë prioritare siç është bujqësia, neve kemi lënë në hije. Neve nuk mund bëjmë kapërcime shumë të mëdha sepse këto janë burimet tona dhe ne duhet të vlerësojmë burimet tona që kemi. Pra ekonomia ka përveç karakterit të zhvillues të momentit, ka dhe karakter historik. Pra Shqipëria nuk të largohet të karakterit të saj kombëtar si një vend bujqësor. Pra neve pse po i kthehemi traditës së turizmit kulinar, traditës së turizmit agroturizm, pse? Ne në këtë rast unë gjithmonë e theksoj, nëse do përdor një fjalë, fshati nuk duhet braktisur, sepse është zona që ruan traditat shqiptare. Nëse shkon në një qytet tjetër, integrohesh dhe merresh dhe zhvillon tradita të reja, por janë këto zona që i ruajnë traditat. Dhe nëse ti ke nevojë për këtë traditë një qytetar ku vjen i huaj, nuk do vi një italian për të konsumuar një produkt që ai e konsumon në vendin e tij, ai do vi të provojë një produkt ndryshe. Sepse edhe ne këtë gjë bëjmë kur shkojmë në vende të tjera. Pra kjo pjesë nuk duhet braktisur dhe një element tjetër në këtë rast është një problematike tranzicioni, unë gjykoj që edhe fakti mos zgjidhjes problemit të pronës, që ngelet ende problematik, do thotë që nuk tërheq biznesin. Dhe një biznes i cili nuk ka të garantuar që këtë pronë që e ble e kam timen dhe më pasun planifikoj të zhvilloj, mund të bëj. Dy arsyet fundit, patjetër, dy arsyet fundit që unë do t'i shqetësoja si madhore për që pengojnë pjesën e ekonomisë, dhe këtu në këtë rast do bashkoja edhe 2 në 1 që edhe juve i cekat, që lidhet me nivelet e larta të korrupsionit dhe informalitetin e lartë, dhe nga ana tjetër një sistem drejtësie shumë funksional. Nëse një qytetar
i huaj vjen të investojë dhe ai nuk ka garanci që e drejta e tij do mbështetet. Në fund do të mbështetet, do të ketë Dhe kjo lidhet prerogativa patjetër, dhe kjo lidhet edhe me atë që ne njohim paketat fiskale, pra ndryshimet herpasershme, të ligjit i fiskal. bën biznesit që mos kenë konfuz dhe mos kenë atë planifikimin e tyre të ardhshëm se çfarë do bëjnë ato me investimet e tyre. Dakor, ja do të shikojmë se çfarë do të sjellë buxheti i vitit të 2026 që kalon nesër në sallën e parlamentit, se ku do të fokusohet, në cilat të fusha prioritare dhe nëse diskutimet që kanë bërë deputetët në sallën e komisioneve parlamentare respektive do të kenë qenë në gjendje të prezantojnë aty dhe të manifestojnë çfarë në fakt publiku, grupet e interesit të sipërmarrja sidomos ka kërkuar për të patur në vëmendje të qeverisë për zhvillimin e tyre personal, individual dhe të shtresave të caktuara dhe më pas të zhvillimin e të gjithë shoqërisë. Kështu që të shpresojmë që planifikimi që ti the, ecja me një plan afatgjatë do të jetë një vëmendje e shtuar e qeverisë shqiptare gjatë vitit të 2026. Teuta, faleminderit shumë që ishe sot me ne, si një kontribuese e mirë e programit të Mirëmëngjes Shqipëri për të na ndihmuar për të kuptuar që nga luhatjet e paras të monedës tonë kombëtare e deri tek investimet dhe prioritetet që duhet ketë shteti në raport me ekonominë. Faleminderit dhe juve dhe është gjithmonë një kënaqësi. Eci më tej të nderuar teleshikues me programin Mirëmëngjes Shqipëri.